kujdesu për veten, kujdesu për veten, kujdesu për veten. Pa e thëmë 3 herë këta, për arsye se njeriu në jetë zakonisht mundohet të tjerët me i rahatu, veten e vet me e lon keq. Por, kjo gjanë zakonisht vjen me një kosto pastaj, ose kosto të dunjas, ose të ahiretit. Të dunjas, në momentin që kemi pas ti nevojë për të tjerët, nuk kanë me të gjetë aty ku duhet më konë gjithë se cilin pozitën e vetë. Në kostën e ahiretit, a ditë kur të vdesësh, gjithë se cili ka më këthy tek jeta e vetë, të punat, të biznesit, të pasarësit, të familjari, edhe ka me ez dujaja prapë edhe pa ty. Ti ki me në varë i vetë me veprat e tua. Andaj kujdesu për vetën tane, është për qëllim që jo mos ju bën mirë të tjerëve, duhet më ju bën mirë të tjerëve gjithsesi. Nëse duhet më sakrifiku, duhet më sakrifiku në ato kufit e kërkum vetëm për familjen, për ata të cilët mbi të cilët apo ke obligim me sakrifiku për ta. Pastaj me lën kohë edhe për veten tane, çka? Jo me nga mas lukseve, jo mas dunjas, me lën kohë për shëndetin tanë, me lën kohë për Zotin tanë, me pas kohë për Allahun, me pas kohë për lexim të Kuranit, me pas kohë për me fal namazin. Jo çdo sen me shkatrua dhe veten për të tjerët. Gjysha ime rahmetullahi alejha, cila ka jetu 112 vjetë, dine për internet e kanë pa njerëzit, ma thoshte gjithmonë një fjalë: ki kujdes birë, ki kujdes mos u smuj, vene amenën vetës me shëndet edhe me ushqim, rri gati hajes pijes me kohë, mos rri pa ushqim, ngaj poshtë e naltë punë në nikni. Thujke, nëse nuk e bën minajt gati vetës për hatër të vetës tane, bën e thujke këtë kujdes të vetës tane për hatër të neve të familjes. Se thoshte, nëse ti smuhesh, që je shtylla e shtëpis, që je personi cili e bëhet sebeb për me ardhë risku të shtëpia. Nëse ti smuhesh, kretë shtëpia kanë me pas problem, kretë shtëpia kanë me pas vështirësi. Normal risku është ndorë të Allahut, dikush bëhet sebeb, por thoshte, duke u smuh ti, kush ka me na këqyr neve? Kurse nëse ne smuhemi e ti e mirë, atër ti na këqyr neve. Dhe me thonë, këherë njeri i Zotit shtëpis, du të më kujdes për vetën e vetë, edhe nëse se bën për hatër të vetës, me bo për hatër të familjes. Qaj me qenë, dhe me thonë, qysh duhet me qenë që me u bo shërptor i familjes. Kjo, pra në aspektin e dunjas, në aspektin e ahiretit, kur s'duhet me harru Zotin për hatër të kërkuj, as për hatër të vetës tane, as për hatër të djalit tane, as të vajzës, Zoti është Zot. Prandaj kujdesu për veten, duke i pas parasysh kujdesin në dunja, edhe kujdesin në botën tjetër, gjithse cilën vendosin në vendin e vet, pa harru veten tane.